U ktheva dhe e bëra këtë parashikimin e zotit Zeka në vota. U ktheva në përqindje. Nëse mund me Urime miq, sipas parashikimit të Vilajm Zekës, në numër votash jo në përqindje. Po. Se ky është triku, në fakt, ky është kurthi i kësaj interviste. PDK-ja e fiton zgjedhjet sipas parashikimit tuaj. Po, sepse keni thënë që shkon në 280.000 vota me 31%. Bravo. Pastaj keni thënë që LDK shkon në 200.000 vota, që është 22.2%. Keni thënë që AK i merr 60.000 vota, që i bie 6.67%. Sa po bojnë opozita? Në 900.000 dalje keni thënë, 100.000 janë minoritete, që i bie 800.000 mbeten votues shqiptar. Mbeten vetëm 260.000 vota për vetvendosjen, që është 28%. Ne që vetë një mendim. Levizja vetvendosje në zërën e kaluara i ka pasur 400.000 vota. Sa i mori VV-ja në zgjedhjet lokale? Do të 390.000 e diçka. Në zgjedhjet lokale këtu ta... Spyta ty zoj, e pyta moderatorin. Zotrin e jemi pjesë të panelit, me gjithë respektin. Kur zoti Kurti nuk është në garë, ajo është çështje tjetër. Ndërsa kur e ke zotin Kurti në garë, veç ulesh edhe e sheh rezultatin. Po flet për në garën për kryetar apo në garën për asambleë? Se në garën për kryetar ka marrë shumë vota. Jo valla bashkë. Partia e tretë. E pse Kurti veç fotografinë e vet e ka qitë krejt tjeri ka qitë pa ftyrë në listë ato veç numra? Jo, unë nuk e bëj PR-in për atë subjektivitet. Për bezë të garantoj që ta kësha bo, unë e kësha bo më mirë. Se kur dhe që është atje. Unë e PR-in e opozitës e baj, sot jam qitë studio deri me 28-in. Nuk po mirë më këtë punë, se nuk kam punë. Arben, unë e kam po gjithësësi suksete dhe të punojnë më mirë atë PR-in. Dilema ime vetëm është që me datën 28 dhjetor të mos ketë përpjekje për manipulim edhe vjedhje të votës. Më falë, të lutem mos më ndërprej. Jo, s'ka pas kur. Me datën 28 nuk është mirë me dhjetor. keq informu si gazetarat. Zgjedhjet kanë qenë proces i rregull edhe tendencë ka pasur gjithmonë. Arben, sipër të manipuluar nuk ka pas. Ne duhet jemi korrekt në fond. Unë domethënë e kam vetëm këtë tashuj frikë të vogël që me datën 28 dhjetor zoti Vilajm Zeka e përmendi ndërhyrjen në serverin e KQZ-s. Edhe tash për tash nuk jemi të i pa tendenca tilla. Jo, ato vjen zgjedhjet ka të lashtë. Mund ta lëm të fundë fjalën. Veç të ndihmoj pa. Nuk të vijmë në studio Arben nëse ndërhyj kjo zoja. Jo, veç po të ndihmoj me çfarë të sonde. Zonja Ajdari,